Sulmohet brutalisht ginekologu Afrim Veliu, godit në kokë nga një mjet metalik. Mbrëm rreth orës 21:30 është sulmuar ginekologu Afrim Veliu nga një person i panjohur, për çka ka pranuar edhe tretman mjekësor në QKUK. Sipas dyshimeve thuhet se ai është rrahur nga një person pasi ka refuzuar ta kryente abortin e gruas së tij pa dijenin e saj. Mediat mësuan se është siguruar përshkrimi fizik i sulmuesit, janë siguruar personat dëshmitar, si dhe janë marrë pamjen nga kamerat e sigurisë në vendin e ngjarjes se ku ka ndodhur. Sipas përshkrimit që disponon prokuroria, personi është 1,85 cm i gjatë, me 3 nerka të zeza, i dobët fizikisht, si dhe rrobat e tij dyshohet se janë të përlyera me gjak për shkak të plagëve të shkaktuara. Lidhur me rastin dha detaje edhe zëdhënësi i policisë Agron Borovci, i cili tha se mjeku u godit nga një mjet metalik në kokë nga një person i panjohur, gjërsa po futej në makinë. Mbrëm rreth orës 21:30 është raportuar për një sulm fizik të ndodhur në lagjën Ulpiana të Prishtinës. Sipas informacioneve të para, dyshimet janë ngritur se teksa po futej në vetur, viktima është goditur në kokë nga një mjet metalik nga një person i panjohur. Viktima ka pësuar lëndime të lehta dhe ka marrë trajtim mjekësor, ka thënë Borovci. Tutje Borovci bëri të ditur se personi i dyshuar është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa motivet e sulmit sipas tij ende nuk dihen. Policia ka dalë me njëherë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur ndërmarrjen e veprimeve operative dhe hetimore për identifikimin dhe kapjen e të dyshuarit. Me rekomandimin e prokurorit të shtetit është iniciuar një hetim në drejtim të veprës penale lëndim i lehtë trupor, tha mëtej ai.